të kërkon Sapina. Po erdha shpirti vogël i Ramazanit. Shpirti vogël i Ramazanit. Në qoftë se shkon në pikat caktuara alkooli, çdo gjë mund të lihet, ajo jo. Jo, s'ka guxim, po ka respekt. Ti ka tron respektin e guximit. Si zakonisht për shembull, Si? ças dëgjon e gjenë si justifikim edhe si një lloj ngushëllimi si gjë. Njeriu shërimin e ka në dorë, ka të vetë e ka të njerëzit që e rrethojnë. Po, të njerëzit mbi gjitha që e rrethojnë, familja, po dhe shoqëria ka të bëjë se veset, domethënë kulturën ti e merr nga familja, edukatën e këto, po edhe shoqëria ka ndikimin maksimal që mund o të çojë përposhtë, o të qëndrosh. Po shoqërinë ti e zgjedh, nëse do të ikësh përposhtë, zgjedh një lloj shoqërie. Mirë, do të thënë do njerëz sa bën me koshiencë, e mira është njerëzit të jenë të vetëdijshëm me kë shoqërojnë, me kërë. Ti çfarë tipe ke shumë shoqërinë jashtë? Unë nuk është se them drejtën jam tipi që dalë shumë, për shembull të frekuentoj jetën e natës. Nuk del shumë. Jo, s'ma kanë edukuar. Domethënë më kanë mbajtur pak të kufizuar në këtë Po kështu se më duket sikur po flas me kapuçin. Jo, po ngrohtë sa. Ngrohtë nga ana tjetër tash. Po nuk jam tipi kështu. Se imagjino, shiko fol këta, shiko po flas me ty ndërkohë. Jo, shiko po. Prit sa është. Ngroja pak shpinën, prandaj. Se jam pak pa qef, prandaj po. Çfarë? Jam kështu si lodhër. Nëse. Po thoja që nuk e frekuentoj shumë jetën e natës. Kur kam qenë më e vogël, sërse e kishin shumë qef prindrit, domethënë edhe kur dilnim në për këto parti që bëshin të shkollës, mbas dite, po ju të... Në përvende më të zgjedhura thotë, jo që të lëshohesh aty të... Jo të lëshoheshin, po. Edhe pastaj duke u rritur edhe duke patur edhe fokus për të punuar më shumë se sa